Ky qytet është më i lirë nga ç'mendon. Kafe, ushqim, transport, çdo gjë është super. Sapo të zbrisin në aeroportin e këtij qyteti, mund të merrni autobusin i cili ndodhet më njëherë sa del nga dera kryesore për vetëm 6 euro dhe do të çon direkt në qendër. Gjithashtu, mund të prisni si tipas cili të lejon të përdorësh transportin publik pa limit për vetëm 5 euro. Hotelet në qendër janë perfekt për të lëvizur me këmbë drejt çdo atraksioni kryesor. Gjithçka afër, praktike, pa pasur nevojë për transport shtesë. Për ushqim, pjatat tradicionale i gjeni nga 9 deri në 12 euro dhe janë shumë të shijshme. Po flasim për Budapestin, një qytet i mbushur me arkitekturë, histori dhe jetë nate. Kalaja e Buda është fantastike, hyrja në ambientet e jashtme është falas dhe pamja nga lart është spektakolare. Change Bridge natën ofron një nga pamjet më të bukura dhe më magjike të Danubit, ndërsa në banjat termale hyrja kushton 17 deri 20 euro dhe është një eksperiencë që duhet provuar patjetër. Kontrollo ditët falas në muze nëse jeni në 26 vjeç dhe mos e mbyll udhëtimin pa hyrë në një ruin bar, të cilat janë një eksperiencë më vete, plot energji dhe atmosfera autentike. Budapesti ka për t'ju surprizuar, jo vetëm nga bukuria, por edhe sepse nuk ke nevojë të kesh shumë para që ta shijosh. Dhe nëse po mendon që të vizitosh në një qytet këto kohë, Budapesti meriton vendin e parë në listë. Nëse ke vizituar Budapestin, më komento më poshtë cilat gjëra të ka pëlqyer më shumë dhe më ndiq për më shumë video rreth udhëtimeve.